i metodave laboratorike për pastrimin e zonave të peshkimit. Aplikimi i teorisë që do zbatohet. Rëndësia e këtij projekti është në vlerësimin e shtimit të shpejtë të peshkut dhe pasurimit të tij dhe rritjen e sasinë në ujëra. Rëndësia është dhe në propagandimin e përdorimit të tij për ushqim, për të rritur dhe sidomos për fëmijë. Rëndësia e aplikimit të projektit i nënshtrohet të kërkesave në fushën laboratorike. Parashikimet. Duke bashkëpunuar për të kuptuar më mirë shkaqet e ngordhjes dhe largimit të peshkut në zonën e Shëngjinit, duhet të krijohen kushtet për të zbogluar për të zhdukur shkaqet e ngordhjes së peshkut me qëllim shtimin e kësaj specie. Duhet të krijohen kushtet të përshtatshme për zhvillimin e sektorëve për rritjen e peshkut, duhet të përmirësohen kushtet për të pasur një ambient të mbrojtur dhe të pastër, dhe efektet socio-ekonomike mbi popullsinë lokale. Në fushën e laboratorit ka aplikime të disa kërkesave. Kërkesat janë në fushën e verifikimit të pasurisë të ujërave në disa zona, në vartësi të analizave, të cilat janë në 3 faza, që japin rëndësi dhe vlerësim shtimit të species së peshkut. Të 3 fazat përfshin kërkesa në fushën e kërkimit të makroelementeve dhe mikroelementeve dhe të një ngarkese mikrofloriale në disa zona që do përmbledhen në një të vetme në studimin ngarkesor. Vlerësimi për analizat do bëhet si më poshtë. Analizat do bëhen një herë në muaj për 6 muaj në zona të ndryshme të bregdetit të Shëngjinit në afërsitë të portit të Shëngjinit. Vlera totale e tyre mund të vlerësohet në bazë të numrit të mostrave që do merren për analizë dhe mendohet të jenë 3. Në një vlerë 25.500 lekë në muaj për mostër dhe 153.000 lekë për 6 muaj për mostër. Dhe në total, duke llogaritur, domethënë nga 3 mostra që do merren për analizë, shkon në 459.000 lekë ose në lekë të huaja në euro 3.279 euro në total. Kësaj bashkangjiten dhe vlerat e disa pajisjeve konsultative që janë përcaktuar vlerat e tyre në veçmim rreth 30.000 lekë ose në 202.70 euro. Këto pajisje janë foto nga zonat e nevojshme, harta topografike, gjenjerike, njësi makse, pajisje kancelarike dhe disa kosto në produktit të domosdoshme për aplikim. Pra, gjithë projekti që ne propozojmë arrin në një total në një shumë prej 459.000 lekë ose 3.326 euro. Pjesa teorike për këtë projekt, pjesa teorike në vlerësimin veterinar u realizua nga Edita Gjaferi. Pjesa teorike në vlerësimin e procesin e laboratorit u realizua nga Engelida Sallaku dhe Anisa Çupi. Këtu është paraqitur domethënë tabela e të gjitha çmimeve të cilat nevojitën për të bërë të mundur analizimin e mostrave që do merren në këtë zonë ku ne mendojmë që të kryhet studimi. Pjesa teorike në vlerësimin ekonomik u realizua nga Elisa Rama, ndërsa pjesa teorike në vlerësimin topografik u realizua nga Gledis Muça. Ka ndonjë pyetje? Kjo ishte ide interesante. Jam duke me menduar për të financim, se ai projekt nuk vjet propish. Konflikt pesh. Projekti është fantastik. Ishte më i mirë. Gjoste në produkte të ullirit ose të shikosh ata? Ndoshta ishte tema e profesorit që parlani nga shkollë. Po të ullirin të shkollë? Jo, ti prej shumë pjesë të profesorit, domethënë pjesa ekonomike, prandaj Atëherë në qoftë se nuk ka pyetje të tjera shtesë, mund të kalojmë tek ide propozimi 4, që vjen nga inovatorët Daniela Molla, Ariona Paçani dhe Albana Buçpapaj me idenë e tyre usulla dhe usulla balsamike.
ushqimit dhe ideja jonë është të prodhojmë ufullën dhe ufullën balsamike në Shqipëri. Pra, qëllimi është të prodhojmë ufull verë nëpërmjet procesit të shpejtë dhe me kosto të lirë nga mbetjet në kantina. Dhe çfarë kemi quajtur në mbetjesh? Të gjitha ajo verë e cila i tejkalon normat e lejuara të acidit acetik për kantinat shkon si mbetje, pra nuk është e lejuar të distilohet dhe për ata është mbetje. Dhe ne, qëllimi jonë është të krijojmë një lloj kantine sociale për të mbledhur të gjitha këto vera që kanë pra acidin acetik mbi normat dhe nuk trajtohen si vera dhe të vazhdojmë prodhimin e ufullës në Shqipëri. Pasi realisht nuk dim ose nuk dim të regjistruara që në Shqipëri të prodhohet ufulla, dhe më poshtë të shikoni që sa shumë ufull importohet nga jashtë. Çfarë është ufulla? Në bazë të ligjit, ufulla është shkodron përmirësuar nga fermentimi acetik i verës mutërore të holluar, nga fermentimi acetik i lëndës së verës, lëndëve të holluara të vërtetë nga një përmbajtje minimale 40 gram për litër të acidit acetik. Përfitohet nga dy procese. Procesi i parë është fermentimi alkoolik, gjatë të cilit sheqeret e rrushit në të rast kthehen në alkool, dhe procesi i dytë është fermentimi acetik, gjatë të cilit bakteret acetike shndrojnë alkool në acid acetik. Prodhohet gjatë procesit të fermentimit acetik të verës, bakteret e ufullimit normalisht nuk plotësojnë parametrat e mëposhme, pra nëse ne kemi levin e kësaj vere, normalisht vera vërtet i ka kaluar normat e lejuara të acidit acetik, pra që ne mund ta përdorim si ufull, por duhet të ketë edhe disa norma. Të cilat duhet të ketë përshindje të ulët alkooli, verat mund të jetë trajtuar me antitrit sulfurik dhe temperatura e lartë pak mbi 20 gradë Celsius dhe flip për kemikalite oksigjen. Është procesi që shpjegova më përpara, procesi i prodhimit të ufullës, shpjeguar. Dhe pse kemi zgjedhur ne ufullën? Sepse ka përdorim mjaft të gjerë, është një konservat për industrinë ushqimore, dhe ky është qëllimi jonë kryesor që të prodhojmë për industrinë agroushqimore, të prodhojmë ufull, kryesisht ajo e bardha që përdoret në industrinë e agropërpunimit, të frutave dhe perimeve, përdoret si aksezik në industri, në mirësim në industrinë farmaceutike, pra ka një fushë shumë të gjerë ku ne mund ta fusim në treg si produkt, nëse arrim ta prodhojmë. Dhe ndërkohë që kemi filluar prodhimin e kësaj ufulle, që është një proces të shpejtë dhe mund ta nxjerrim shpejt në treg, qëllimi jonë është që të nisim edhe prodhimin e ufullës balsamike në Shqipëri. Ajo ka një proces më gjatë stazhonimi, ndërkohë që kemi hedhur një orë ufull në treg, qëllimi është që të fillojmë edhe prodhimin e ufullës balsamike, pasi ka gjetur goxha domethënë prodhohet në shumë shtete të botës, ndërsa në Shqipëri akoma nuk kemi prodhimin e ufullës balsamike. Dhe kemi një proces stazhonimi më gjatë. Do të ishte risi për vendin tonë, dhe përveçtarët e veçarët e Shqipërisë do të kishin interes normalisht dhe ata që ne prodhonin këto ufulle. Dhe do të kemi një produkt shqiptar e cila do të ishte një më të arsyeshëm për konsumatorin, duke qenë se ne synojmë që të përkemi një produkt vendas dhe të ulet ai që vjen nga importi. Ufulla balsamike është një ufull origjinë nga Italia, që është më popullore në gjithë botën, ndërkohë që në vendin tonë akoma nuk ka prodhim të saj, edhe pse kohët e fundit ka gjetur përdorim të gjerë në kulinari. Kemi thënë dhe ufulla e cila nuk lejohet të dalë në treg. Ndërsa për mbi importin e ufullës kemi ndjer disa statistika, dhe është importi i ufullës në 2011, në 2012 dhe 2013, siç shikohet, kemi rreth 3.000 hektolitra ufull në vit që futet në vendin tonë, ndërkohë që akoma nuk kemi prodhim të ufullës shqiptare brenda vendit. Ka disa kantina që prodhojnë, por realisht ato nuk janë licencuara si prodhuese të ufullës, por janë licencuara për verën dhe ufullën e nxjerrin si një produkt gjithësor. Pra, qëllimi jonë është kemi të prodhojmë një produkt shqiptar. Kënë edhe është një grafik që shpreh hyrjet e ufullës, përkatësisht ishin në 2011 një futur 3.085 hektolitra, 2012 3.990 hektolitra, dhe në 2013 janë 3.826 hektolitra të ufull të futura në Shqipëri.